Angelusha dhe Gresa ndezin rrjetin nga ashensori, elegancë, stil dhe energji pozitive. Një Instastory e thjesht, por me shumë stil. Angelusha, së bashku me motrën e saj Gresën, kanë marrë vëmendjen e ndjekësve me një foto të realizuar në ashensor, ku duken elegante, të kuruara dhe plot vetbesim. Në imazh, Angelusha shfaqet me një kombinim modern urban, pallton në nuancë kafe, bluzë të bardhë minimaliste dhe xhinse klasike që i japin një pamje të relaksuar por të menduar deri në detaj. Kapela bezh me detaje delikate dhe shalli i holl blu në qafë i shtojnë një prekje rinore dhe dinamike loku të saj. Çanta e zezë crossbody kompleton stilin me një notë praktike dhe chic. Në krah të saj, Gresa reflekton elegancë të sofistikuar me një pallto gri të lidhur në bel, që thekson linjat në mënyrë shumë fine. Flokët bjonde të valëzuara i bien natyrshëm mbi supe, ndërsa syzet e errëta i japin një pamje misterioze dhe glamuroze. Çanta në ton kafe harmonizohet bukur me gjithë paraqitjen, duke krijuar një kombinim të balancuar dhe shumë të kuruar. Ajo që bie në sy nuk është vetëm veshja, por edhe natyrshmëria e tyre. Të dyja duken të qeta, me një energji pozitive dhe një vetbesim që reflekton harmoni mes motrash. Fotoja, edhe pse e realizuar në një ambient të zakonshëm si ashensori, përcjell stil, klasë dhe një frymë shumë të këndshme. Angelusha dhe Gresa edhe një herë tregojnë se eleganca nuk ka nevojë për skem të madhe, mjafton prezenca.